dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një artiste e veçantë, është një këngëtare e suksesshme, një këngëtare sa e re, aq edhe me rrugën e saj të sukseseve në pjesëmarrje të shumta në skena që i kalon kufijtë e Shkodrës përtej saj dhe përtej kufive. Është një këngëtare titullare, do të thosha, në mjaft kompeticione, që me aktivitetin e saj ka vullosur tashmë e surinë e suksesit. Artemisa Mithi është e ftuara ime e këtij mëngjesi. Mirëmëngjes Artemis. Mirëmëngjes. Mirë se faleminderit shumë për ftesën. Në fakt mua më zbukuron sot këtë studio, një vajzë e re, por që me një ecuri të mrekullueshme artistike, natyrisht skenën e bën krenare. Faleminderit që ke ardhur. Në fakt, aktiviteti e mban gjallë një artist, një këngëtar, edhe unë shoh që her pas here pulson suksese të ndryshme në skena që, siç e thash më herët, nuk njohin kufi. Pak më herët, në ditët e fundit, ke qenë pjesëmarrëse në një festival, Zambaku i Prizrenit. Çfarë ishte për ty? Zambaku i Prizrenit mund të them që ishte një eksperiencë komplet e re, sepse ishte hera e parë që marr pjesë në atë festival. Më pëlqen sepse ti takohesh me artista të rinj, me artista që ishte hera e parë që i shikoja nga afër. Edhe patjetër është gjithmonë mëson shumë nga këto eksperienca. Sepse merr elementa nga çdo artist, nga çdo instrumentist, nga dirigjenti, nga vetë kompozitori i këngës, që janë elementa që t'japin. Nuk mund të mendohet ndryshe, një artist që gjithmonë përthith më të mirën dhe që vazhdon me ecuri të tilla. Cila ishte kënga që këndove? Kënga ishte Këtë natë, e kompozuar nga Gazmen Kraja. E përshëndesim Gazmen, sepse është edhe një mik i studios tonë, po? Edhe ishte një këngë që unë vetë e kam shiu, një këngë që të bëte me lëviz. Edhe pat u pëlqy atje, u pëlqy edhe nga publiku që unë i gjuh këto. Po, sepse në rrjetet sociale vërtet unë kam parë një pëlqim të mirë, të kënaqshëm. Në fakt, kjo është një këngë e karakterit të muzikës së lehtë. Po. Kjo është fusha jote më e këndshme, do thosha. Po, është ai habitati më i rehatshëm. Por që jam gjithmonë e hapur pse edhe me provu gjëra që janë të reja për mua, edhe sepse kështu eksperimenton edhe ti e zbulan më shumë për veten, kështu që megjithse je një vajzë e re, natyrisht duke menduar ecurinë tënde, bindesh për një rrugë, një përvojë që tashmë ka marrë një drejtim mjaft të bukur. Ajo që më ra në sy në aktivitetet më të fundit, përveç Zambakut të Prizrenit dhe disa veprimtarive që besoj do t'i përmendim edhe gjatë bisedës, është pjesëmarrja e spikatur në Eurosong. Të nderuar miq të programit ton, është Artemisa Mithi së bashku me dy shoqet të saj, bej vokaliste që kanë mbështetur Jonida Maliqin, madje në një moment të veçantë ndërhyrja e Artemisës me vokalin tepër potent dhe elegant njëkohësisht, besoj i ka dhënë një vlerë të veçantë këngës. Si e ndjer Artemis? Eurovisioni, eksperienca atje, ishte ajo që shija mbi tort, sepse çdo gjë është ndryshe me eksperienca që unë kam kaluar përpara, vetë organizimi, njerëzit, ishte një hap jashtëzakonisht i madh për mua, edhe që kishte një peshë shumë të madhe. Mund të them që ishte edhe ajo përgjegjësia shumë e madhe, sepse vetë unë o e rregulloj këngën, ose e bëj që me shku jo si duhet. Absolutisht po. Dhe kjo të them ishte ajo përgjegjësia më e madhe që të bate me kënë gjithmonë që Artemis, jepi veti, duhesh me dhanë maksimumin tënd, që me djerën pa punën e çdo komponentit mundshëm, sepse ne atje shikojnë vetëm 4 persona në skenë, por është një grup i jashtëzakonshëm që ka punuar për me djerat këngë si duhet.
Ndërkohë që je shumë modeste, por unë kam shumë dëshirë që të ndalem tek roli ytë. Ishe bej vokaliste që jepje mbështetjen e parë dhe vërtet në rrethin tim artistik je diskutuar si një nga vlerat e këngës. Si u përgatite, si të zgjodhën, sepse ka shumë artistë të rinj, po u zgjodhën vetëm 3 dhe ndër 3 unë mendoj që Artemisa ishte e para si mbështetëse bukur e vokalit. Po e filloj me si u zgjodha. Unë vetë kam marrë pjesë në festivalin e RTS-s, edhe mendoj që atje kanë ndëgju potencen, zanin, kanë gjetë ato elementet që për to janë nevojit për këngë Ktheu Toks. Edhe mendoj që aty ishte ai impakti i parë që ata kanë pas për mua dhe kanë thënë që pse jo mos jetë Artemisa, një nga back vokalistet. Edhe ishte ajo telefonata që mora nga kompozitorja e këngës, edhe që pyetja ishte a ki qef më ardh. Kompozitori është? Eriona Rëshiti. Po, Eriona Rëshiti. Edhe ajo më tha, a ki qef më ardh? Do thonë, i them që nuk është një pyetje, a ki qef më ardh? Për momentin normal që je konfuze sepse thua, është vërtet u ndodha, por që vërtet jam shumë falenderuese që më kanë zgjedh, sepse vërtet ishte një mundësi edhe një hap shumë i rëndësishëm për karrierën time. Absolutisht. Ndërsa për sa i përket përgatitjes, është bën një punë e jashtëzakonshme, sepse vetë kanë kënë fillim ato mbledhjet me ne back vokalistat, sa jena lidh me një tjetrin, sepse kur je në një tip korit i vogël mbështet për këngëtaren, duhet që me kënë të tanë të unifikum, sepse ishim 3 zana komplet ndryshëm, por që kjo puna të bën që me djerë një melodi, një za, me dalë si një za i vetëm. Edhe kjo ishte ajo vështirësia, mund të them që të përshtatena me një tjetrin, por që doli me shumë sukses, edhe nga që e kish me shumë dëshirë, edhe vetë me një tjetrin kur ke atë kimin, çdo gjë realizohet. Emocionet e natës e 2 netëve të konkurimit, si ishin për ty? Ki qënë fill me njëherë pas Jonidës, për mua. Ndoshta edhe të tjerë ta kanë shprehur këtë, por në skenë këngëtari dhe bëj vokaliste dhe e para që mbështesje këngëtaren soliste ishe ti. Si ishin emocionet? Ashtë e çuditshme që ato emocionet negative ose ajo frika ose nuk ishte, sepse edhe provat ne i banim në skenë me njerëz, pra njerëzit pagunin biletën për marrë në napadhen prova. Kjo ishte ajo gjaja e re, edhe shumë e mirë që t'jepte Eurovisioni. Edhe këto provat me publikun të banin që me hek ato emocionet negative dhe me lanë vetëm emocionet pozitive që me knaq tjertë edhe me përcjellat emocionin apo atë mesazhin që ne donim me përcjell. Kështu që mund të them ishin ato emocione shumë pozitive dhe ishte ajo siguria që t'jepte ajo skenë, duket është gjigande edhe tanë mendojnë që Artemis po si ja ki dalë. Por them që ajo vetë skenë gjigande t'jepte një siguri të jashtëzakonshme. Edhe vetë përgjithësia jote që ke të bën me dhënë maksimumin. Janë hapa tuaj tashmë të sigur që sigurojnë këtë. Ndërkohë që pas konkurimit, cilat kanë qenë ato vlerësime që t'janë bërë, ato mbështetje që t'janë dhënë, ai emocion që të është kthyer në mirënjohje? Normal që merr mesazhe nga artista, instrumentista, nga persona që ke bashkëpunuar përpara dhe janë gjithmonë supportuese dhe të bëjnë ty mundi i mirë për atë që ke bërë, pra. Bëjnë që me vërtet me thënë pas kam bërë një punë shumë të mirë. Edhe mbështetja është ai çelësi ose pjesa më e rëndësishme që një artist ka nevojë, sepse me mbështetjen ti ecë përpara dhe ecë përpara e sigurt, jo me pikpyetse. Kështu që janë shumë është një impakt shumë pozitiv. Edhe ndërtues të artisti këto mesazhet, këto urimet, mbështetjet, suportet. Por kjo gjë absolutisht të jep një tonus për të vijuar në aktivitete, por ato çfarë unë dalloj është tashmë që festivali në radio televizion, i cili është një autoritet muzikor që nuk punon thjesht për Eurovisionin, ai është një destinacion natyrisht, por që gjithmonë në vite ka patur ecurinë e tij të mirë tashmë të shtofruar t'i krejtë sigurt
në gjithë shkallët e kësaj skene dhe nuk është hera e parë që ti ke performuar aty. Si ka qenë kjo ecuri në radio televizion, në festivalet? Pjesëmarrja eme e parë ka fillu me këngën e Dua Botën, me kompozim të Flamur Sheut edhe tekstin Agim Doçit. Edhe mund të them që ishte ajo nisja me një hap i mbar. Sepse vetë vjoj edhe viti tjetër që mora pjesë me një duet me Febi Shkurtin, edhe mund të them që ti fillon e bash ma e familiarizume me atë si ambient edhe me njerëzit. Ki patur ndrojtje në fillim të hysh në një ambient të tillë? Është e ndrojtja, sepse është vetë ajo eksperienca e parë, ose që mendon që si kanë me mprit artistat e tjerë, ose a ka mu prit mirë pra prej vetë stafit atje, pra janë ato pikpyetset që ti ke. Megjithatë kur e provon prapë përsëri vitin tjetër, e shef që je ma e sigurt edhe ma rehat, ma komfort atje, kështu që. Është shumë bukur sepse kjo në një farë mënyrë siguron një vjushmëri të asaj që ti je, por që ke qenë që në voglin tënde, një ecuri do të thosha shumë e bukur që me voglin, apo jo? Po. Mund të them nisja e parë ka qenë në Bilbilat e Vegjël të Shkodrës, edhe ishte mësuesja eme muzikës, e cila më shtyu, më tha që Artemis provoj sepse ke një zë potent. Cili është kjo mësuese? Merita Kinkaj. Një mësuese ndjes past, por ajo ka qenë vërtet një nxitse e talenteve. Edhe ajo ka qenë ajo që më ka zbulu talentin tem, që mund të them që mos ishte ajo ndoshta asun nuk do e kisha marrë për seriozisht. Natyrisht duhet një shtys. Edhe jam shumë mirënjohëse, patjetër. Sepse ajo vetë më ka stimulu, edhe ishte ajo pjesa ora muzikës që më thote hajde Artemis del përpara klasës dhe na këno një këngë. Edhe kjo të ka bë me hek ato emocionet edhe me kanë më sigurt e vetja, okay, që unë baj për këtë punë, pra pse mos ta nisi. Edhe kjo më shtyu më shumë për me marr pjesë në Bilbilat e Vegjël, ku ka kanë pjesë në çdo fazë të Bilbilave, shumë shtetëse, shumë suportuese. Edhe aty filloi çdo gjë. Aty fillunen vetë për kujtimi, për me përfshi në festivalin e fëmijëve, pra fillunen këto aktivitetet një nga një. Por ajo që të dalloi shumë ishin kompeticionet që ti more pjesë në Tiranë, tek Gjeniu, tek Voice, nuk është pak. Artemis Amiti, një ndër zërat më të spikatur, më të vlerësuar. Si kanë qenë për ty këto konkurse të talent show, këto konkurse që vërtet kanë tërhequr vëmendje, por që kanë dhënë edhe mbështetje? Çdo konkurs, pra të dy konkurset, mund të them që janë të dy, nuk mund të them një është më i mirë, një ka qenë më i preferuar. Të dy kanë atë vendin e vet për mua. Sepse të them me nisjen e Gjeniu të vogël, ka mësu jashtëzakonisht shumë vetë. Ajo ka qenë ajo shkolla e parë ose më serioze për sa i përket të këndumunit, edhe të punosh me artista të mëdhenj ishte privilegj. Privilegj sepse merr shumë nga ata, edhe kur ato të mbështesin edhe të thonë që je të bën një punë shumë të mirë, edhe të ndihesh më i sigurt, edhe ato qëllimet tuaja plotësohen. Edhe Voice, unë kam punu me Exona Ademin, sepse ishim të ndonë në 2 grupe. Atëherë në një natë përpara, po të them prova generale, kishim atë edhe lidhjen me jurin. Pra që jepnin edhe ato mendimet e tyre, gjykimet, se çfarë duhet rregullojmë për të nesërmen. Janë eksperiencat jashtëzakonshme. Ndonjë mbresë të veçantë, ndonjë emocion që të ka bërë të drithërohesh? Mund të them ajo që rrie kujtoj tan kohën, është një pjesa përpara se me dalë në skenë, që unë jam vetë person që kur jam në mrapa skenë, dridhem nga emocionet. Është ai emocioni negativ, mund të them, por në momentin që dal në skenë dhe fillon muzika, çdo gjë qetësohet edhe ndihem shumë e sigurt. Por edhe momente që kena kalu qoftë me Zysh Exonen, apo edhe me antarët e juris, mund të them që janë vërtet eksperiencat paharrueshme.
E pastaj erdhi The Voice, I cili ishte një kompeticion në një shkallë tjetër, më të lartë. Ishte një shkallë tjetër edhe ti e vjen re sepse tani nuk kënon me të rritun, pra jo me bashkëmoshatar tuaj, apo edhe sigurisht përgjegjësia është më e madhe, është diçka më serioze dhe diçka më që të bën ty me punu më fort edhe me kënë Artemis duhesh me punu siç duhet. Edhe sigurisht atje kam punu me Besa Kokdhimen edhe Eugen Bushpepën, edhe dy artista të jashtëzakonshëm. Edhe them që kam pas fatin që në çdo kompeticion apo në çdo festival që kam marrë pjesë, kam punu me artista të jashtëzakonshëm, edhe kjo është një plus që jam shumë mirënjohëse gjithë secilit. Në fakt, historia është e veçantë. Shumë këngëtarë kanë marrë një shkollim muzikor ose vazhdojnë në studime për muzikën, ndërsa ti Artemis ke marrë një formim të përgjithshëm në gjimnaz. Edhe më pas tani je studente, po mbaron vitin e parë në degën e punëve sociale. Kjo zgjedhje juaja e studimeve në një si thua në një korsi tjetër, jo të muzikës, është një zgjedhje menduar apo është një shans që ti ke patur dhe ke shfrytzuar? Për sa i përket pjesës së shkollimit jo për muzikë, për diçka tjetër, është një vendim që kam marrë për jo rastësisht. Sepse mendoj që kam këtë dhunti ose dhuratë nga Zoti që të kem një vokal të tillë, edhe mundem me punu edhe vetë për me, pra, kjo që jam sot, jam mendimin e shumë artistave në kompeticione të ndryshme, por edhe me punën që kam bë vetë edhe mendoj që kaq më duhet. Sepse çdo ditë, çdo kompeticion ti mëson më shumë, pra është si një shkollë veti. Edhe mendoj që të kesh një formim për një degë të caktuar, të jesh pse jo edhe të kesh mundësinë të punosh edhe për diçka tjetër, të kesh atë plusin gjithmonë në jetë, sepse nuk mund të jesh vetëm Artemisa që punon. Pse mos më shohin tjerët edhe Artemisa si një punëse sociale shumë e mirë, ose Artemisa edhe në ato drejtime tjera që unë kam për zemër. Kështu që mundohem me punu në të tëna drejtimet në mënyrë të përsosur. Sa bukur. Çfarë kënaqësie ose çfarë impulsi t'i japin studimet? Sepse tani edhe në sezonin e provimeve. Mund të them zgjedhja për edeks punë sociale ka qenë zgjedhja e duhur, sepse gjithmonë kam pas atë shpirtin frymëzues, ndihmues, shumë optimiste, shumë kërkuese për me ndryshu ose ato gabimet që tjerë kanë bërë, pra kam pas gjithmonë atë idenë që ka një shpresë për një të ardhme shumë atë mirë. Edhe zgjata këtë degë është sepse studioj, trajtoj tema, problematika që na shoqërojnë dita ditë, edhe gjithmonë mundohem me dhëna zgjidhjen e vogël, sepse ndryshimi fillon me pak. Edhe kjo është ai frymëzimi që më jep çdo ditë më shumë që më dhan maksimumin atje. Në fakt, kjo tregon se ke një ndjeshmëri të veçantë sociale. Është vërtet. Është diçka që të nxitë ndonjë temë, ndonjë përshtypje, ndonjë ngjarje që të bën përshtypje tek takon njerëz, natyrisht të shtresave në nevojë ndoshta që duhet dhënë ndihmë. Është e tillë që ne si njerëz kena shumë nevojë në fillim për njerëz që na suportojnë. Atëherë fillojnë pjesa e ndihmave më fizike. Edhe kur nëse unë vetë si person kam shumë nevojë për persona me m'inkuraju, persona me m'ndihmu me zgjidhje problem, atëherë pse unë mos jej një ndihmë për personat e tjerë që kanë shumë nevojë. Edhe vetë kam kanë pjesa aty në disa nismave të vogla ose pjesa aty në mund të them organizatave që më ardh ndihmë personave, sepse kur vetë unë kam pas nevojë, persona tjerë më kanë ndihmu, pse unë mos bëj të njëjtën gjë për ato persona që kërkojnë ndihmë. Bën pjesë në shoqërinë civile, në jetën aktive, në ndihmë të njerëzve. Unë vetë jam pjesë e një kishe ungjillore, edhe aty kena të aktivitetin edhe përfshimjen në aspektin social, pra të ndihmojmë tjerë. Edhe kjo ka një mundësi që edhe më ka bërë me kuptu dita ditë që unë
e kam këtë shpirtin social ndihmues për tjerët edhe pse jo mos ta vën pse jo mos ta vën në zbatim. Sa mirë. Ndërkohë familja si u ka ndjekur nga pas, si u ka mbështetur, sepse njëra anë është ana profesionale, shumë e bukur, ecuri, pjesëmarrje, por familja është baza. Si është familja jote, sa mbështetëse, mama jote Aida, unë e shoh shpesh ndoshta si mbështetje e shpirtit tënd, por të më tregosh diçka më shumë. Kam një familje shumë suportuese, që gjithmonë nuk kam menduar dy herë që po prita shohim. Ka thënë Artemis, a është ajo që ti den me bë dhe që të bën mirë mundi? Bëne, dhe më thënë kanë gjithmonë shumë shtetëse dhe gjithmonë suporti që më ka dhënë mami i jashtëzakonshëm. Edhe kjo që jam sot jam ky produkt i dashnisë dhe i punës pa lodhën që ka ba mami, familja jeme, gjyshet, që nuk mund t'lap pa i përmend. Edhe të them që në çdo kompeticion apo në çdo hap, jo vetëm aspektit muzikës, por edhe në drejtimet tjera, kanë kënd gatshëm me mbështet edhe me kënd të hapur. Kështu që është një mrekulli. Ndërkohë në familjen tënde ka ndonjë që ka kënduar apo në lidhje me artin, apo t'je ajo lulja që lulzon dhe përfaqëson shpirtin e bukur? Unë nuk vi rastësisht, sepse mami ka studiu për piano, motra ka studiu për flaut, edhe pjesëtar tjerë të familjes, pra qoftë hallat e mamit apo ka kënë shumë pjesëtar të cilët janë marrë me muzikë dhe e kanë dashur muzikën, edhe mendoj që kështu ka ardhur dhe megjithse arti i Artemisës kalon nga njëra skenë në tjetrën, nuk njeh kufi të veçantë, përsëri gjithmonë aktivitetet e Shkodrës mbeten të veçanta. Pjesëmarrja në lulebor, pranverë në këngë, por ndërmendja apo aktivitetet që organizohen në teatrin Migjeni janë gjithmonë ai magneti fuqishëm që për Artemisën kanë veçanësitë e tyre. Çfarë mund të më thuash për këtë lidhje me skenën e Shkodrës? Normal që të kënosh për Shkodrën është të kënosh për njerëzit e tu. Thënë, është një lidhje shumë e ngushtë, edhe vetë publiku shkodran të banë mundi shumë rahat. Qoftë lulevora apo pranverë me këngë, mendoj që janë ato dy vlerat shumë të rëndësishme për sa i përket muzikës edhe suportit që na japin, edhe vetë sjellja e këtyre këngëve të reja apo të vjetra që janë këtu më përpara. I bën që edhe artistat e rinj të jenë të përfshim, pra, t'i kënojnë Shkodrës. Një punë që mbështetet nga profesionistë, Ilir Zoga për shembull, apo edhe profesionistë të tjerë të orkestrës, aranxhues, kompozitor që vërtet japin në vlerë aktivitetit të artistëve. Për këtë duhen përshëndetur dhe ndoshta aktiviteti në Shkodër, pavarësisht se ne gjithmonë dëshirojmë më shumë, është vërtet cilësor, vërtet krijon traditat, vërtet krijon esurinë dhe ndërkohë që është, si thuash, ajo toka ku gjithmonë ushqen këto artistë. Në Artemis, ditët e verës kanë ndonjë veçanti në netët live ose në aktivitete të ndryshme për ty? Ka në veçantinë e vet, sepse vetë kam filluar dhe angazhimet me live-et, sepse është diçka që të bën mundi shumë rahat kur këndon ato këngët e tuaja dhe njerëzit i pëlqejnë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse është e vështirë me zgjedh atë repertorin që tjerët e pëlqejnë edhe ti e pëlqen. Natyrisht. Pra, jam mundu me kriju lidhjen për të dy palë, si veten që mundi rahat duke i këndu ato këngë, por edhe tjerët me mi pëlqy këto këngë që kënaj. Dhe kjo është ajo pjesa që ty të bën mundi rahat edhe me bë prap si një rutinë e bukur. Ndërkohë që me spektatorët ke lidhjet tuaja, veçantitë tuaja, ato përshtypjet që mbeten të pashlyeshme, mund të më thuash diçka rreth kësaj, e lidhjes me spektatorin dhe artdashësin? Atëherë, lidhja me spektatorët edhe me personat që vërtet të nisin ato mesazhet suportuese, urimet, është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme sepse ti vetë frymëzohesh, ti vetë mushesh me atë pozitivitetin që tjerët përpiqen me të dhanë,
edhe ti ecë përpara dhe thu meritojnë prap me dhanë më shumë, sepse këto presin që ne me dhanë më shumë. Kështu që jam shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese për çdo urim, për çdo suport, për çdo mesazh të bukur që nisin, sepse vërtet ne përveç se kënojmë për veten mundi shumë mirë, shumë rëndësishme që atë ndjenjat mi transmetu tek tjerët. Është natyrisht një grishje e bukur që Artemisa me zërin imponues, me artin e saj, me curinë e saj të mrekullueshme, u adhuron njerëzve çdo ditë me këngën, me vokalin, me artin, me aktivitetin e saj. Artemis, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë dhe të uroj nga zemra suksese gjithmonë. Është një rrugë që ti e ke zgjedhur dhe që ecën një korsi mjaft suksesshme. Madje do thosha me këtë vokal që është krejt i veçantë, një vokal që ka pretendime shumë profesionale dhe që po nje ecurinë në rrugën e suksesit. Të uroj të kesh pafund duar trokitje, suksese, një vlerësim të jashtëzakonshëm nga spektatori, por edhe nga specialistët, të cilët megjithse je një artiste e re, por ke këtë ecuri të mrekullueshme, këtë vlerësim që uroj të jetë krejt i gjatë. Faleminderit edhe ty për ftesën, edhe ishte një intervistë që me tamam jam një shumë rahat, edhe e kam shiju, edhe ty suksese në fjalë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithmonë, suksese. Faleminderit. E dia botën